Mirëmbrëma dhe mirë se vini në War Report. Në një mësime të paprecedent, Shtetet e Bashkuara të Amerikës sulmuan në orët e para të mëngjesit të së shtunës Venezuelën. Në atë që u konsiderua një sulm preciz, në 47 sekonda, njësia Delta, njësia më specializuar e ushtrisë amerikane për operacione antiterrorizëm dhe shpëtim të pengjive, arriti që të arrestonte Nicolas Maduro dhe bashkëshorten e tij, duke transferuar ato drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku janë akuzuar zyrtarisht ditën e sotme nga gjykata e New Yorkut për një sër akuzash cilat u bën publike nga prokurorja e përgjithshme e Washingtonit Pam Bondi, e cila deklaroi se çifti Maduro do të akuzohej për komplot në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, transport kokaine, drejtimi organizatave kriminale, por gjithashtu edhe synimi për të përdorur armatime të ndryshme kundër interesave dhe sigurisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ishte pikërisht kjo hënë e cila solli Nicolas Maduro në gjyqin kundër tij për të njohur me akuzat. Sigurisht sulmi të së shtunës tronditi mbar botën, e cila bëri që të ketë vëmendjen maksimale ndaj kësaj çështje kaq të rëndësishme, ndërkohë që akuzat ndaj Maduros dhe familjes së tij kishin nisur që prej vitit 2020 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ajo që pak njerëz dinë është se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishin dështuar në fillim të muajit dhjetor të rrëmbenin Maduron nëpërmjet një personi të infiltruar në vend të shoferit të tij, dhe ky ishte operacioni i dytë i cili u krye si pasojë e një përgatitje shumë gjatë, tha shefi i shtabit të ushtrisë amerikane, duke përfshirë infiltrimin e agjentëve të CIA-s rreth një vit më parë dhe vëzhgimin të Maduros për gjatë të gjithë kësaj periudhe, duke nisur me çdo lëvizje të tij se kë kishte pranë, çfarë hante, çfarë bënte dhe mbi të gjitha se ku qëndronte. Nicolas Maduro u paraqit ditën e sotme në gjykatë ku vetë deklarua fajtor. 63 vjeçari deklaroi se vijon të mbetej presidenti i Venezuelës, ndërkohë që në të njëjtën kohë tha se ishte rrëmbyer në mënyrë brutale dhe se ishte kthyer në një rob lufte. Është pikërisht deklarata kjo e cila është zbardhur nga media amerikane Associated Press, ndërkohë që brenda sallës së gjyqit nuk u lejuan kamera dhe transmetime të drejtë për drejta të mediave amerikane. Pamje që do të shihni në këto momente tregojnë buritjen e Nicolas Maduro pikërisht në sallën e gjyqit pas zbritjes nga një helikopter i ushtrisë amerikane. Është transportuar me një automjet blinduar së bashku me bashkëshorten e tij me pranga në duar dhe i shoqëruar nga 10 agent të njësisë Delta. Seanca e radhës për Nicolas Maduro do të zhvillohet në 17 mars në orën 11 me kohën lokale në Shtetet e Bashkuara, pikërisht në New York. Por kush janë arsyet që Shtetet e Bashkuara dhe Donald Trump nisën një sulm ndaj Venezuelës? Mediat ndërkombëtare në 48 orët e fundit kanë qenë të tejmbushura me informacion, ku nuk ka pasur sigurisht mungesë të detajeve, duke nisur nga deklaratat e vazhdueshme të Donald Trump për narkotrafikantët e Venezuelës, cilët kishin kryer veprimtarit e tyre të palishme në Shtetet e Bashkuara, të udhëhequr pikërisht nga presidenti i këtij vendi, i konsideruar jo legjitim nga Shtetet e Bashkuara, por edhe perëndimi. Të tjerë nxituan të thonin se interesi kryesor dhe parsor i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ishte marrja e naftës së Venezuelës, pasi ky komb ka rezervën më të madhe të naftës, se thënë ndryshe rreth 20% e rezervës botërore. Por Inside Geopolitics ka sjellë një analizë të interesante që tregon 3 arsyet se përse Shtetet e Bashkuara të Amerikës kryen të sulm preciz, morën apo më saktë rrëmbyen, siç thot vetë Maduro, presidentin e Venezuelës dhe do ta gjykojnë atë për narkotrafikant. Shohim pikërisht hartën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe sipas asaj që raporton Inside Geopolitics, shkaku kryesor që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kryen këtë sulm preciz ndaj Venezuelës ishte një ndër arsyet kryesore fakti se Venezuela është parë prej kohësh që prej administratës së Barack Obamas si një kërcënim për sigurinë kombëtare të Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe si një ballkon armik i cili synon që të cënojë pikërisht sigurinë kombëtare të Washingtonit zyrtar. Kjo është arsyeja e parë dhe kryesore që renditet pikërisht nga ky website i njohur i zhvillimeve gjeopolitike. Një tjetër arsye e cila konsiderohet po ashtu tejet e rëndësishme është sepse sipas raportimeve të inteligjencës amerikane, për gjatë viteve të fundit, inteligjenca e Washingtonit ka pasur pikërisht detaje se Venezuela po planifikonte të kryente një pushtim të pjesshëm të Guajanës. Do t'jap disa detaje interesante sa i përket Guajanës dhe këtij interesi pikërisht të shfaqur nga Venezuela, pasi është vendi i vetëm në Amerikën e Jugut, i cili është një vend anglisht folës dhe synimi kryesor sepse Venezuela ka pasur dëshirën për të kryer veprime ushtarake brenda këtij kombi ka qenë
zbulimet e bërës fundi për rezervat e larta të naftës dhe të mineraleve të rralla. Diçka e tillë sigurisht që bie në kontrast me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, cilët prej kohësh kanë qenë në kërkim të këtyre mineraleve të rralla, por mbi të gjitha do të kishte një zgjerim të influencës së Venezuelës në Amerikën e Jugut, të cilin Washingtoni nuk do ta donte e mbi të gjitha nuk do ta pranonte. Por, sipas Inside Geopolitics, zhvillimet më të fundit që vinë në Venezuelë lidhen edhe me një Donald Trump i cili me doktrinën e tij apo me parimin e tij Amerika e para kërkon t'i tregojë edhe botës se është gati të krijojë një rend të ri botror dhe mbi të gjitha të godas ato që prej kohësh janë konsideruar armiqtë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por edhe vetë të Europës. Sipas kësaj analize, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kryer këtë goditje parimisht dhe fillimisht sepse në vitet e fundit marrëdhëniet e Venezuelës ishin zgjeruar si me Kinën, ashtu edhe me Rusin. Raporti më i fundit, i cili është vënë re nga e gjithë bota, ishte një partneritet strategjik i arritur me Moskën pikërisht në vitin 2025 për çështje të tjera të rëndësishme siç ishin bashkëpunimi ekonomik, politik, siguri dhe mbrojtje, një bashkëpunim për infrastrukturën, por edhe për hapësirën. Ndërkohë, Pekini ishte interesuar në nismën e tij Belt and Road për ta përfshirë në Venezuelë dhe për të kryer këto investime me qëllim përfitimin në aspektin energjetik, pikërisht nga Venezuela, e cila, siç e thash, është një ndër vendet ose më saktë vendi më i pasur me naftë në mbar botën që mban 20% të këtyre rezervave. Sipas analizës Inside Geopolitics, goditja më e madhe ka qenë për Rusinë për të treguar asaj se këto pakte nuk do të funksionojnë për të shtrirë dominancën e saj në të gjithë globin e mbi të gjitha për të përfituar nga ana e Venezuelës e për t'u afruar gjeografikisht dhe për t'u kthyer në një kërcënim për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Donald Trump ka dashur të tregojë Vladimir Putin se njësoj se si me zhvillimet e fundit pati një rrëzim të regjimit pikërisht Bashar al-Assad, njësoj do të vijojë edhe me vende të tjera, duke përfshirë këtu Nicolas Maduro, por edhe Iranin, për cilin do të ndalim e do të diskutojmë pak më vonë për të gjitha zhvillimet kryesore që kanë ndodhur edhe atje. Por thash edhe pak më parë, ka qenë një ndër objektivat më të diskutuar Shtetet e Bashkuara dhe interesi i tyre për naftën, siç theksova gjithashtu se Venezuela mban 20% të rezervave botërore të kësaj lënde kaq të rëndësishme të arit të zi. Por e vërteta është se një shtet i falimentuar ka arritur që përgjatë viteve të fundit, ose më saktë që për vitit 2000, të përdor vetëm 1% të rezervës së saj të naftës, pasi nuk ka kapacitet teknologjike për rafinimin e saj. Janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat e zotrojnë pikërisht teknologji për të rafinuar naftën, për ta përdorur atë në rafineritë e tyre, por sipas ekspertëve ekonomik, diçka e tillë dhe ringritja e kësaj industrie do të kërkonte një investim të paktën 10 vjeçar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke treguar kështu se Washingtoni do duhet pres për të marrë benefitet e kësaj pasurie të madhe të Venezuelës, nga ana tjetër do të kërkonte më shumë se $100 miliard investime, thuhet në analizën e bërë pikërisht nga media britanike dhe Telegraph. Ju thash vetëm pak më parë se Donald Trump e kishte bërë qartë se do të sulmonte Venezuelën dhe se do të kishte një kapje të Maduros. Por dua të rikujtoj se një vit më parë kreu i shtëpisë së Bardhë erdhi në pushtet me pretendimin se ai do të ishte presidenti i paqes. Është pikërisht kjo hartë e cila e vjen nga Tërët News dhe tregon të gjitha vendet që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bombarduar që prej ardhes së Donald Trump në pushtet në mandatin e tij të dytë, duke vazhduar me Venezuelën, Yemenin, Somalinë, Irakun, Iranin dhe Nigerin. Ndërkohë, siç e thash edhe pak më parë, Donald Trump, i cili erdhi me premtimin e tij për të kthyer në presidentin e paqes, duket se po interpretohet tashmë në mbar botën edhe si presidenti i luftës. Por kreu i shtëpisë së Bardhë nuk nguroi vjoj kërcënimet e tij duke përfshirë Kubën, duke përfshirë Kolumbinë, por edhe Europën me rrizimin e dëshirës së tij dhe ambicjes për marrjen e Groenlandës. Ka pasur një reagim të drejtë për drejtë nga kryeministria daneze Mette Frederiksen, e cila e bëri të qartë se një sulm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj një vendi aleat të NATO, siç është vetë Danimarka dhe Groenlanda, e cila është pjesë e territorit të saj, do të ishte një shpërbërje totale e NATO-s dhe vendosja e botës në një krizë të madhe sigurie që pas luftës së dytë botërore. Por e thash edhe pak më parë se Donald Trump kërcënoi kështu edhe Kolumbinë, ka qenë Gustavo Petro, i cili ka bërë një reagim duke thënë se do të ishte i gatshëm të merrte armët për të luftuar për vendin e tij, për të dalë kundër ushtrisë së Donald Trump. Një reagim ky i cili duhet thënë ishte i pritshëm, pasi përplasjet e Gustavo Petros me administratën amerikane kanë qenë që për rikthimin të Donald Trump në krye të shtëpisë së Bardhë. Do të rikthehemi tek zhvillimet të rëndësishme gjeopolitike që po ndodhin në mbar botën për të bërë një lidhje së bashku, pasi Donald Trump ka pasur javë intensive nga bombardimi në Nigeri, bombardime të ndryshme në Siri,
për të gjithë ata që kërcënuan trupat amerikan, për të ndalur tek disa zhvillime që duket se po vinë në Iran dhe duket se është një ndër momentet më kritike sa i përket protestave. Kjo e shënoi ditën e 9 të 10 protestave që janë ngritur në rrugë të qytetarëve iranianë, të cilët ankohen për koston e jetesës dhe humbjen e vlerës lekut lokal të tyre, pikërisht kundrejt monedhës amerikane që është dollari. Të paktën 20 persona janë vrarë, ndërsa Donald Trump nuk uroi të thoshte përgjatë fundjavës se do të ketë një ndërhyrje në Iran nëse protestues të pafajshëm do të vijojnë që të vriten. Por The Times ka zbuluar se Ali Khamenei, lideri suprem i Iranit, po mendon të fluturojë drejt Moskës për të shpëtuar nga trazirat nëse do të ndodhë që kriza e sigurisë do të përkeqësohet dhe regjimi i tij nuk do të mund që të mbajë më pushtetin. Rikujtojmë se sipas një analize të mediave ndërkombëtare, Khamenei vlerësohet se ka një pasuri rreth 95 miliard dollar amerikan, duke përfshirë asete të ndryshme dhe plani i tij për t'u arratisur është pikërisht drejt Moskës, aty ku ka shkuar edhe Bashar al-Assad, duke forcuar kështu aleancat me Vladimir Putin kundrejt një rendi të ri global i cili duket se po merr formë pikërisht në këto muaj. Ishin këto disa prej zhvillimeve kryesore dhe një analizë më e gjerë e asaj se çfarë ndodhi përgjatë fundjavës për të diskutuar pikërisht sulmin amerikan ndaj Venezuelës, krisën e marrëdhënieve transatlantike dhe Danimarkën që paralajmëron shkatrimin e NATO-s. Do të ekspert në studio me një herë vetëm pas siglës. Kam në një komunikim të drejt për drejt nga Brukseli, Jorgji Koten, ish ambasadorin ton në Belgjik, pikërisht një diplomat karriere, autori 8 librave dhe më shumë se 600 artikujve për diplomacinë dhe marrëdhëniet ndërkombëtare, ndërkohë që nga Gjermania bashkohet Ulzim Veliu, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare. Mirëmbrëma zoti Veliu, mirëmbrëma ambasador Kote. Mirëmbrëma përshëndetje juve, sa situatë e ngushtë dhe televizionit juve të nderuar. Të falenderoj. Do të nisim së bashku, ambasador Kote, për të diskutuar të gjithë pretendimet që janë bërë në arenën ndërkombëtare për sulmin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. 48 orët e fundit nuk kanë lënë askënd pa informacion mbi mënyrën se si Shtetet e Bashkuara e kryen këtë operacion, por nuk kanë lënë as dikënd pa reagim, pasi ishin të parët ndoshta lider të ndryshëm siç është Irani, Rusia, por më pas edhe lider perëndimor që kritikuan Donald Trump për një shkelje të ligjit ndërkombëtar. A ishte ky një sulm jo legjitim bazuar në parimet kryesore të së drejtës ndërkombëtare? Ky është një problem shumë i komplikuar, shumë i ndërlikuar, vëna që si e shef, një kam dhe kushtitin Gjerman, francez, anglez, amerikan, kontakt që ku me ekspert, me gjurtarë të lartë të përjes të NATO, varet se si ta marrësh. Do të thënë, edhe ka shkelje edhe nuk ka. Por, ajo që bashkon të gjithë është gëzim i madh për përmbysjen e një diktatori. Pra ky është kryesori, sepse në fund fundit e drejta ndërkombëtare, në Gjermani thonë e drejta e popullit, Volksrecht të thuhet, nuk është bërë për diktatorë, nuk është bërë për karcere të vogla, nuk është bërë për të shtypur njëri, por është bërë për të mbajtur popullit. Pra, ky është një problem që do vazhdoj të diskutohet. Ajo që ka rëndësi në vepër tani, jo në vepër, sepse ka bërë Donald Trumpi, presidenti i Shtetit më të fuqishëm në botë, është pse ndodhi kjo punë. Kjo shkurt fare ka të bëjë me zbatimin e strategjisë së re të sigurimit kombëtar amerikan, të publikuar më pak se një muaj më parë, për të cilën shumë ekspertë dhe perëndimor thanë mos e merrni me seriozitet se rrezik Trumpi as nuk e ka lexuar as vetë. Mirë po, tani përfundimisht duhet marrë me respekt. E dyta, ka të bëjë me doktrinën e Amerikës, vazhdimin e doktrinës së famshme Monroe. Ajo doktrinë e vitit 1823 përcaktonte që kontinenti amerikan duhet i takojë amerikanëve, nuk ka punë Evropa dhe tjerët. Donald Trumpi tani, sipas fjalëve të Peter Neumann, është historian dhe filozof dhe ekspert nga më të mirët në botë në King's College në Londër, ai thotë që Trumpi këtë doktrinën Monroe e përditësoi dhe e pakëzoi me Amerika është për amerikanët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Së treti ka të bëjë me doktrinën amerikane për të ndarë botën në 3 zona influence. Amerika, pra gjithë Amerikën edhe në lindjen e mesme, për çka janë bërë veprimet, Rusia do të ketë pjesën e saj dhe Evropën, kemi diskutuar këtë më parë, dhe Kina do të ketë pjesën e vet. Dhe së katërti është doktrina e transaksionalizmit, transaksionale. Pra gjithçka është për ujdim, gjithçka bëhet përfitim,
edhe në Venezuelë, kjo u bë pra përfituar naftën e Venezuelës, jo thjesht për Amerikën, po për ta përdorur si armë kundër Kinës, kundër Rusisë, kundër Iranit, si importuesit më të mëdhenj të naftës venezueliane. Pati diskutime në mbar rrjetin përgjatë fundjavës se kush ishin arsyet kryesore që Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kryen këtë sulm. Donald Trump u akuzua sërish se u tregua më shumë se sa një politikan dhe president, më shumë një biznesmen, pasi qëllimi i tij kryesor ishte për të përfituar pikërisht nga industria e shkatruar e naftës së Venezuelës. Ndërkohë, në të njëjtën kohë Donald Trump thotë se do të jenë Shtetet e Bashkuara që do të qeverisin përkohësisht Venezuelën. Si lexojnë këto hapa? E keni për mua prapë? Për zotin Veliu. Okej. Po pra në qoftë se në tërësi shihet aksioni i fundit i Shtetet Bashkuara të Amerikës në Venezuelë kundrejt presidentit Maduro, shihet qartë se nuk ka të bëjë vetëm me marrjen e tij si një trafikant apo si një nga udhëhecit e mafisë së drogës dhe e gjithë asaj çfarë ka ndodhur në Venezuelë dhe në Amerikën Latine, ku është duke u përfshirë edhe vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mirë po duke pasur për bazë këtu se Venezuela është një vend i parë për prodhimin e naftës në botë, pra është një interes tërësisht ekonomik. Dhe në anën tjetër, kur kihet për bazë në krye të Shtetet të Bashkuara të Amerikës, kemi një president që thua se të gjithë politiken e tij shtetërore e ka kthyer më shumë në biznes, pra është një intervenim për të siguruar rezervat e naftës që dalin nga Venezuela, për të siguruar një fuqi energjetike në këtë rast, sipas shumë informacioneve që kanë rrjedhur momenteve të fundit, shihet qartë se këtu nuk ka pasur kontakte dhe ka pasur edhe mbështetje nga vetë njerëzit e afërt të Maduros, biles shkohet aq larg sa që dyshohet se vetë zëvendës presidentja është një nga bashkëpunëtorët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kur dihet për bazë se ajo ka qenë e ngarkuar për më parë me transportin apo shitjen e naftës nga Venezuela, dhe për ta lehtësuar një gjë të tillë dhe për t'ia mundësuar Venezuelës një gjë të tillë, thuhet se ka gisht në gjithë aksionin dhe është një nga ndihmëtarët e Shteteve të Bashkuara për të kryer një aksion që ishte mund të them lirisht si në filmat e Hollywoodit, pra një aksion shumë i shpejt ku ka presidenti dhe pa asnjë intervenim. Pra në një farë mënyre, gjithë ajo ushtri, gjithë ajo gardë e Venezuelës që ishte e ngarkuar për ta mbrojtur presidentin e tyre, thua se i zuri në gjumë dhe nuk ishte asgjë, nuk ishte asnjë kundërveprim të tyre për mos tu kapur presidenti i tyre. Ndërsa në anën tjetër kemi shumë njerëz të tjerë nga Venezuela që tani më nuk jetojnë në Venezuelë për shkak të diktatit dhe diktaturës ushtruar nga presidenti aktual, që e pritën me shumë gëzim arrestimin e tij me shpresë se vendi do t'i kthehet normalitetit dhe demokracisë, e një gjë e tillë, unë mendoj se shumë shpejt do të vërtetohet dhe do të shihet se a bëhet fjalë me të vërtetë për ndihmën e dhënë nga brenda dhe cilat do të jenë hapat e ardhshëm të ish zëvendës presidentes, që tani mori edhe pozitën e presidentit, pasi edhe pse Trump deklaroi se çka ndodhi tash? Nuk e dini se më gjoni? Pra, edhe pasi që Trump deklaroi se do të udhëheqë me Venezuelën, shihet qartë se udhëheqjen e saj do të vazhdoj vetë zëvendës presidentja që tani ka marrur postin e Maduros. Zoti Veliu, ndërkohë folëm edhe për një rend të ri global i cili duket se po merr formë më shumë se kurrë. Duket se Amerika kërkon t'i dërgojë një mesazh të qartë si Pekinit ashtu edhe Moskës sa i përket këtij rendi të ri botror, duke i treguar Vladimir Putin se do t'ia luftojë armiqt 1-1 në një kohë kur shohim se kjo luftë e Shteteve të Bashkuara, nëse mund ta quajmë të tillë, ndaj Venezuelës, vjen në një kohë që kemi një konflikt në Europë, e mbi të gjitha në një kohë kur Pekini thotë se ky do të jetë viti kur Kina do të marrë Tajvanin.
Çfarë sinjalesh janë këto dhe është ky, le të themi, një tregim i fuqisë amerikane për të parandaluar konfliktet e tjera? Po para këtyre deklaratave kundrejt Kinës dhe Rusis, unë e shoh më shqetësuese atë që presidenti Trump e deklaron edhe për Grenlandën. Pra, shihet qartë se deklaratat e tij në fillim të mandatit për marrjen e Grenlandës, një territor i cili ka rezerva të mëdha të mineraleve dhe e dëshiron shumë që ajo të kalojë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do ta cënonte ndoshta një qetësi apo një rahati në mes të anëtarëve të NATO-s, apo nuk mund të them qetësi, po mund të themi një do ta shqetësonte tërësisht paktin e NATO-s, pasi një gjë të tillë shumë lehtë nuk do ta pranon në evropianët. Për një gjë të tillë pam edhe një reagim të shpejtë që e bëri sot kryeministri i Britanisë. Pra që për herë parë kemi deklaratë kundër Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga vetë Britania e Madhe. Dhe kjo është për mendimin tim më shqetësuese për ne si Evropë dhe për gjithë paqen në globale. Ndërsa sa i përket çështjes Rusisë dhe Kinës, jemi në një farë mënyre si në periudhën e luftës së ftohtë. Në një anë me Rusinë, e cila është në një front lufte me Ukrainën, e Ukraina mbështetet nga vendet anëtare të NATO-s, kurse në anën tjetër Kina provokon në disa raste, pra siç ndodhi para pak ditësh kur kishte ushtrime ushtarake afër kufirit me Tajvanin, gjë të cilën për Amerikën është e papranueshme, pasi që Tajvani njihet për rezerva të mëdha të pasurive dhe për të rënë shkurt, llogaritet që dikun 80% e rezervat minerale për prodhimin e mikrochipeve prodhohen vetëm në Tajvan dhe Malezi. Domthon është një interes i rëndësishëm strategjik, por edhe në aspekt interes shumë i rëndësishëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe një gjë të tillë Trumpi nuk mund ta pranoj lehtë, pra është diçka shumë vështirë e pranueshme. Madje mbrojtja e Tajvanit është në doktrinën e tyre të strategjisë kombëtare për mbrojtjen si një ndër prioritetet kryesore ku Shtetet e Bashkuara kanë bërë qartë se në rast të diçka e tillë do të le të themi përfshiheshin në konflikt. Mirë, unë dua të kemi një shkputje shumë të shkurtër publicitare për të rikthyer pas pak të diskutuar. Unë vetëm desha të them në këtë pikë, unë vetëm desha të them se nëse në një vend do të intervenonte Amerika ushtarakisht është për çështjen e Tajvanit. E qartë, do të ishte vetëm një ndërhyrje e cila njihet, siç e thash edhe në strategjinë e tyre kombëtare të mbrojtjes. Do të shkojmë një shkputje shumë të shkurtër për të rikthyer dhe për të parë se si ndikon diçka e tillë në Europë. Donald Trump nuk nguroi që ditën e sotme të kishte parë lajmërime për mbar botën për atë çfarë Shtetet e Bashkuara mund të bënin ku nuk kurseu edhe Europën. Të gjitha këto më njëherë vetëm pas pak. Donald Trump e ka shtuar dozën e kërcënimeve pas sulmeve ndaj Venezuelës dhe arrestimit të presidentit Nicolas Maduro. Në një intervistë për The Atlantic, Trump paralajmëroi zëvendës presidenten venezueliane Delcy Rodriguez, e cila mori përsipër kompetencat e Maduros, se ajo do të paguajë çmim edhe më të lartë nëse nuk vepron në mënyrën e duhur. Nëse ajo nuk bën atë që është e drejtë, do të paguajë një çmim shumë të lartë, ndoshta më të madh se Maduro. Rindërtimi atje dhe ndryshimi i regjimit, sido që të doni ta quani, është më mirë se ajo që kishin. Megjithatë, Rodriguez u tregua e gatshme për bashkëpunim dhe tha se rajoni ka nevojë për paqe dhe stabilitet. Kërcënimet e Trump vazhduan edhe për një komb tjetër të Amerikës Latine, Kolumbinë, presidenti së cilës e ka kritikuar vazhdimisht homologun amerikan. Trump tha se operacioni në Kolumbi duket ide e mirë, ndërsa Gustavo Petro ne akuzoi se kontrabandon kokainë dhe dërgon në Shtetet e Bashkuara, por kjo nuk do të zgjasë për shumë kohë. Menjëherë pas këtyre akuzave, Gustavo Petro reagoi në rrjetin social X, duke thënë se ai nuk do të nguronte të merrte armën për të luftuar për vendin e tij nëse trupat amerikan ndërhyjnë ushtarakisht në Kolumbi. Vendi tjetër që Trump përmendi ishte Kuba, gjithashtu një kritikë e ashpër e politikave të Washingtonit,
Kreu i Shtëpisë së Bardhë tha se Kuba do të bjerë me vullnetin e saj, teksa citoi sekretarin e shtetit Marco Rubio, i cili tha se vendi është shumë në të lashe. Ndërkohë qeveria e Kubës tha se 32 qytetarë të saj u vranë gjatë operacionit amerikan për të kapur Nicolas Maduron. Kuba ka qenë prej kohësh mbështetëse e qeverisë së Maduros dhe kundërshtare e Shteteve të Bashkuara. Por kërcënimet e Trump nuk u ndalën me kaq. Ai u rikthye idesë së tij për aneksimin e Groenlandës, e cila sipas tij i duhet Shteteve të Bashkuara për çështje sigurie. Është strategjike, Groenlanda është mbuluar me anije ruse dhe kineze kudo. Ne kemi nevojë për Groenlandën nga pikpamja e sigurisë kombëtare dhe Danimarka nuk do të jetë në gjendje ta bëjë këtë. Kjo deklaratë u ndesh me reagimin e ashpër të Mette Frederiksen, kryeministre e Danimarkës, pjesës së cilës Groenlanda është. Ajo i bëri thirrje Trump të ndalojë me kërcënime ndaj aleatëve historik dhe ndaj çdo vendi tjetër që e ka për të qartë se nuk është në shitje. Kryeministra daneze Mette Frederiksen deklaroi se plani i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të marrë Groenlandën do të ishte një goditje drejt për drejt për Aleancën Veriatlantike NATO dhe do të cillte kështu edhe shpërbërjen e saj. Ambasador Kotaja, do të jenë Shtetet e Bashkuara përgjatë këtij viti në gatishmëri për të ndërmarrë këtë veprimtari ushtarake dhe për të aneksuar Groenlandën sipas jush? Pa dyshim, ata janë përgatitur bile, e kanë shprehur dhe presidenti Trump bile e tha që është çështje e shpejtë. Por përpara kemi Kolumbin, kemi Meksikën, sepse ky ishte vetëm fillimi, thonë ekspertët. Pra, kapja e Maduros ishte vetëm fillimi. Ky proces do të vazhdojë dhe Groenlandës i vjen radha. Këtu tani ka shumë diskutime. Duhet kemi qartë një gjë, nuk e dia e tham herën e kaluar, unë kam insistuar dhe në shkrimet e mia. Domethënë këtu çështja shtrohet tu. Edhe në strategjinë e re të sigurimit kombëtar që e përmendë zoti Veliu me drejtë dhe juve, Bashkimi Evropian, vendet anëtare NATO nuk konsiderojnë më aleat ose ende konsiderojnë me gjysmë zëri aleat, partner tradicional, sa më pak vlerash, traditash, parimesh. Jo, ato tani konsiderojnë thjesht si klient ose si partner tregtar për të bërë ujdira, ai transaksionalizmi i famshëm. Pra, kurse për demokracinë, për shtetin ligjor, për opozitën, për këto problemet e tjera demokracisë, as nuk do t'ja di Amerika tani, ashtu që e vërtetoi edhe në Venezuelë. E tha drejt zot Veliu, ju e shikojmë, asnjë lloj u bë zëvendës presidentja, asnjë lloj ndryshimi nuk ka dhe nuk pritet të ketë. Opozita është lënë mënjan se nuk ka kohë, pra e njëjta gjë do ndodhi edhe në Groenland. Problemi pra është shumë serioz, sepse kjo është një provë tjetër konkrete e SBA-s për të ndarë nga aleanca perëndimore, qoftë nga NATO, natyrisht më herë, po sidomos nga BE-ja. Dhe ekspertët paralajmërojnë që Evropa duhet ta marrë akoma më seriozisht këtë kërcënim të madh amerikan. Mos të harrojmë që në këtë strategjinë e re të sigurimit kombëtar ka një klauzulë të qartë ku thuhet mbështetja amerikane për rezistencën patriotike në Evropë me qëllim që qytetërimi evropian të mos shuhet në 20 vitet e ardhshme. Çka do thotë mbështetje hapur për ekstremin e djathtë. Para 2 javë ishin në Washington 20 deputet të Alternativës për Gjermani, të AFD-s, pra partia ekstremit të djathtë, ku patën takime shumë miqësore dhe kjo prirje pritet të vazhdojë edhe me partitë e tjera të ekstremit të djathtë. Aty ku janë pushtet, po aty ku synojnë të vinë. Në Gjermania e para, Franca, Spanja, Portugalia, kundër dhe me tjera. Pra, duhet kuptuar qartë. Dhe këtë nuk po e them për të kritikuar, për të qortuar as ekspertë të tjerë politikën e Amerikës. Ajo ka politikën e vet. Donald Trumpi është gjell nga populli, ka politikën e vet. Por duhet bërë qartë që Evropa tani ka ardhur koha ta marrë akoma më mirë në duart e veta fatet e saj, për të cilën ajo në fakt ka filluar përgatitjet. Vitet e kaluar, ju e dini, bëri goxha gjëra drejt synimit për të krijuar tani atë bashkimin e madh mbrojtës. Pra kjo duhet bërë sa më parë, sepse rusi synon të godasë Evropën jo në 2029-ën, kemi thënë ne 30-ën, po gjendja shumë kritike, thot Ben Hodges, ish komandanti i NATO-s dhe ekspertë të tjerë, kjo mund ndodhi këtë vit ose vitin tjetër, në forma të ndryshme. Zoti Veliu tha lufta e ftohtë. Tani mund mos themi luftë e ftohtë, po është një luftë hibride, akoma më rrezikshme, akoma më vështirë.
Ky është tani synimi i Evropës, natyrisht Evropa po mban qëndrime të kujdesshme lidhur me Maduron tani, sepse nuk duhet me mërzit, nuk duhet ta zëmërojnë Trumpin, ndryshe dihet ajo marrëveshja për paqen e famshme në Ukrainë, që e vështirë, unë kam thënë gjithmonë, unë e shoh të pamundur atë paqen e vërtetë të qëndrueshme, jo pushtimin dhe kapitullimin me skenari koreanë jugor edhe izraelit. Dhe e dyta, atë që thatë ju me të drejtë, e përgëzime me këtë rast do të doshti se edhe si vitiri për komentet tuaja, për rubriket interesante, edhe pyetjet e qëmtuara me kujdes. Pra tani Evropa ka pikërisht këtë sfidë të madhe që të ruaj atë koherencën e vet, unitetin e vet, se dhe brenda Evropës ka mosmarrëveshje dhe ndërkohë të realizoj sa më shpejt programin e vet për mbrojtjen, në mënyrë që t'i përgjigjet si sulmeve të mundshme ruse, të ndihmoj Ukrainën sa më shumë. Nesër është takimi në Paris, i ftuar nga Macroni, liderët e Evropës, pikërisht për Ukrainën, po ndërkohë të mbaj atë politikën tërhiq e mos e kput me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Trumpin, për ta mbajtur atë sa më gjatë on board, në vath, pra, sepse ajo do të ishte shkatrimtare. Dhe ndërkohë, Evropa është shumë e shqetësuar, dhe kjo shpjegon ato deklaratat shumë kujdesshme dhe të Macronit sot, sepse Donald Trumpi me Maduron ka krijuar, duam s'duam, një precedent shumë negativ, shumë të rrezikshëm për të përsëritur që nga Rusia, nga Kina, nga Irani, ku nga vende tjera. Gjen një sebeb, ky është terrorist sot, ky më kërcënon sigurimin e vendit, dhe veç kur të dëgjoni të vendet të kapin, të arrestojnë kryeministin apo presidentin gjatë udhëtimi, ku diun. Pra është krijuar për fat të keq me kapjen e Maduros në këtë formë, ju e bët pyetjen e drejtë, domethënë dhe këtu ka pra shumë dyshime që është kelur e drejta ndërkombëtare, edhe pse nuk kemi të bëjmë një luftë. Nuk ka luftë aty. Aty ka vetëm një operacion ushtarak që u kap Maduro. Asgjë tjetër nuk ka lëvizur. Prandaj këto janë këmbana alarmi të fuqishme për Evropën që të intensifikojë atë punë që ajo ka filluar, duke nisur që tani me qëndrimin pikërisht për Groenlandën. Ju i thatë deklaratat e kryeministës daneze Frederiksen, natyrisht nuk do të jetë e lehtë për Amerikën, e lehtë nga ana ushtarake është domethënë, por do të krijohet ky problemi, megjithatë Trumpi i ka marrë përsipër. Mos harrojmë parullën e tij. Amerika e para, ta bëjmë Amerikën të madhe dhe me Maduron, Amerika tregoi dhe qëllimin e pestë duke ta shqipar, që është i pari në fakt, që nuk ka ndërmend të largohet nga leadershipi i politikës botërore, Shtetet e Bashkuara. Përkundazi, ato e kanë shpallur që duan të mbeten fuqia më e madhe politike, ekonomike dhe ushtarake në botë. Zoti Veliu, ndërkohë, ambasador Kota thotë se ka një luftë hibride që po zhvillohet kundër Groenlandës. Mua më duket sikur këtë fazën e luftës hibride e kemi tejkaluar me Amerikën që kërcënon në mënyrë të drejtë për drejtë dhe Danimarkën që ka thënë se i kanë zbuluar agjentët amerikanë që po bënin fushata ndikimi brenda këtij territori danez gjysmë autonom. A do të vi kjo luftë ushtarake e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër Europës? A do të kemi një Europë e cila do ta kundërshtojë Donald Trump për marrjen e Groenlandës dhe mbi të gjitha si do të ndikojë kjo në skenën politike botërore e kush do të tentojë të përfitojë? Po, unë mendoj se një luftë, një përplasje ushtarake në mes të Shtetit Bashkuara të Amerikës dhe vendeve të Evropës në këtë rast nuk do të ketë. Pra në një farë formë. Mendoni do të ketë dorëzim të Danimarkës? Po, është e pamundur një Danimark ose dhe një Evropë si e tëra t'i kundërvihet Shtetet të Bashkuara të Amerikës. Ne e pam shumë qartë që evropianët deri më sot nuk ishin në gjendje që t'i kundërvihen as Rusisë dhe të dilnin ballë për ta përkrahur e mbështetur Ukrainën haptas kundrejt Rusisë edhe pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra është një periudhë gjatë kohore kur vendet e Bashkimit Evropian kanë fjetur dhe çështjen e sigurisë e kanë mbështetur thuase të tërën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të NATO-s dhe të Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është vetë zoti Trump që me ardhin në detyrë në një farë mënyre i zgjoi nga gjumi evropianët.
dhe me veprimet e ditë fundit, duke kërkuar rritjen e buxhetit të shteteve anëtare kundrejt NATO-s, por edhe me veprimet të njëpasnjeshme, ju ka bërë me dije që edhe këta duhet të investojnë, duhet bëjnë më tepër, duhet dhe një gjë të tillë e kanë filluar mirë, qysh vitin e kaluar kanë bërë disa hapa të duhur. Unë mendoj që ata duhet shkojnë edhe drejt krijimit të një force ushtarake europiane, pra shtetet e Bashkimit Evropian duhet ta kenë një forcë unike, një forcë që do t'i mbronte të gjithë bashkarisht. Të gjitha kanë forcat e tyre nacionale, por nuk e kemi një ushtri të Bashkimit Evropian që do ta mbronte Bashkimin Evropian. Dhe unë jam i mendimit se në qoftë se brenda 3 viteve të ardhshme nuk do të kemi një luftë në Evropë, pra nuk do të sulmohen europianët nga Rusia, atëherë pas 3 vitesh unë mendoj se me punën që kanë filluar do të jenë të gatshëm edhe të vetmbrohen ndoshta edhe pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por unë Po si do të vi diçka e tillë? Nuk ka konsensus. Vet Holanda thot nuk mund të shkojmë kundër NATO-s, ne kemi një NATO. Vet kreu i NATO-s thot se Europa nuk mund të formojë sot një ushtri europiane dhe mbi gjitha nuk ka dakordsi, ka përplasje të forta. Unë dua të rikujtoj vetëm për gjatë muajit nëntor përplasjen e madhe që ndodhi për krijimin e një muri dronësh, ndërkohë që Europa po vlonte nga objektet të cilat kishin shkuar në bazat e saj ushtarake, kishin shkuar në aeroportet kryesore. Pra është kjo mos dakordsi e cila e ka sjellë Europën në këtë fazë. Po, fillimisht Evropa në këtë fazë, në këtë situatë ka sjell mospunë e tyre. Do më thonë mbështetja e evropianëve vetëm tek NATO-ja dhe mospuna e bërë për mbrojtje. Ndërsa qysh në vitin e kaluar Bashkimi Evropian ka marrë një mas diku 800 miliard euro për mbrojtje dhe infrastrukturë. Dhe në qoftë se e gjitha do të realizohet me hapat pasues që do vinë, thash brenda 3 viteve të ardhshme, unë jam më i sigurt se një krizë të tillë do të tejkalohet. Mirë po, se a do të arrihet një gjë e tillë, është vështirë për të parashikuar, duke pasur parasysh situatën momentale gjeopolitike, si nga Rusia e ashtu tani edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku unë uroj dhe shpresoj shumë që në një moment caktuar presidenti Trump do të tërhiqet nga kjo kërkesë ose do të tërhiqet nga gjithë ajo se për që janë duke vëzhguar atë situatë dhe të gjithë ishullin e Grenlandës është gjë e qartë. Pra, ai tha se ajo pjesë është mbuluar edhe nga anijet ruse, kineze, por nuk ka të bëj këtu me çështjen e sigurisë. Këtu nuk ka të bëj as me anijet ruse, kineze, por ka të bëj me rezerva të mineraleve që i ka Grenlanda. Dhe pikërisht e gjitha ajo është për çështje përfitimi dhe nuk mund të shihet tjetër vetëm si politik që udhëhiqet nga presidenti Trump, nga një biznesmen që për fatin e keq, mund të them lirisht, është në krye të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Lulzim Veliu, ambasador Kota, ju falenderoj që ishit mbrëmjen e sotme me mua në War Report. Faleminderit shumë dhe juve, dhe me këndshme. Kemi arritur në fund programit edhe për mbrëmjen e sotme. abcnews.al është adresa ku mund të informoheni në kohë reale për të gjitha zhvillimet e fundit nga vendi, rajoni e botës, si dhe mund të na dëgjoni në Radio ABC 105 FM. Mos u largoni nga ekrani ABC News, vetëm pas pak zëri shqiptarëve me Sokol Ballën për gjitha zhvillimet kryesore që shqetësojnë qytetarët e vendit tonë. Bashkë natën e mirë.